2000 janë, fundin e viteve 90 dhe vite 2000 janë në mënyrë statistikore më të smur emocionalisht dhe mëndërisht se sa brendëzat para rendës. Dhe është një tmerr. Do me thënë, një gjë që me siguri libri më shkaktoi kur realizova dhe unë si prind, unë kam një fëmijë 11 vjeç dhe një djalin 11 dhe vajzën 6 dhe vërtet më kapi ankthi kur mendova çfarë do bëj me këta. Kjo ishte gjë e parë që u shtyr për ta sjellë në shqip? Po. Absolutisht. Pra, lexova dhe e mendova si për veten time dhe thash, okay, kisha një farë intuita që telefonat, ekranet, rrjetet sociale nuk do i bënin mirë dhe nuk po i bënin mirë fëmijëve të mi, jo se ata kanë telefon, por shohin nëpërmjet telefonave të prindërve më shumë kështu, Netflix, kupton filma vizatimore, gjëra të tjera, por jo, YouTube nuk i kam lënë, por prap kisha intuitën që dhe kjo gjëja nuk i bënte mirë. Vetë fakti që shef në këtë ekranin e vogël nuk të bën mirë, pa le të tjera. Dhe në çastin që lexova librin, pastaj si thua, mu lidhen të gjitha fijet, të gjitha intuitat që kisha si nën i konstatova, bërë një konstatim, dhe mendova që këtë lloj mesazhi duhet përpiqem ta përcjell. Pastaj në fakt çfarë thot në libër është që ky nuk është fatkeqësisht nuk është një sfidë që mund ta fitojë secili nga prindrit në mënyrë individuale. Sepse presioni shoqëror, konteksti në cilin fëmijët jetojmë dhe ne jetojmë bashkë me ta, është aq i madh sa të vetëm nuk e fitojmë dot. Të izoluar brenda në shtëpinë tonë ne mund përpiqemi të vëmë rregulla, mund të jemi edhe super të rrept. Në çastin që fëmia del në shoqëri, del në jetë, shkon në shkollë, është një betejë e humbur. Prandaj ai është avokat shumë i madh dhe shtytës shumë i madh i sensibilizimit, jo vetëm i shoqërisë, po vërtet i politikës. Pra, mendon që duhet të vëmë ligje të cilat të na imbrojnë fëmijët. Njësoj siç kemi vënë ligje dhe rregulla për konsumin e alkoolit. Me që jemi këtu te bllokimin TikTokut për ty? Të kalojmë pak ka temën tani, ishte gjë e dur? Shiko. Ndjesës që u shputën pak nga libri, por është ka të bëjë me librin. Është e lidhur me librin. Është e lidhur me këtë. Bllokimi i TikTokut për të gjithë përdoruesit nuk më duket zgjedhje. Dhe sepse faktikisht nuk ndodhi, sepse me një VPN të gjithë lidhen. Çfarë do sugjeroja dhe përsëri nuk mendoj që Shqipëria e bën dot vetëm, por mund të bëhet pjesë e një lëvizje tashmë ndërkombëtare paneuropane me siguri, është që të bëhet një ligj ku rrjetet sociale ndalohen për fëmijët. Për një moshë caktuar, autori i librit sugjeron 16 vjeç. Rrjetet sociale. Telefoni mund t'i jepet fëmijës 14 vjeç, të jetë një telefon me funksionalitete të reduktuara, nëse është smartphone të mos ketë absolutisht akses në dhe i ka ndalë zgjidhje teknologjike, po ai thot në rastin më të keq, nëse ju doni ta bëni, ti je prind sot dhe do ta zgjidhësh problemin sot, jepi fëmijës një flip phone, thot për nga ata telefonat Nokia, ku ta diun telefonat jo inteligjent, sepse ti do të jesh në kontakt me fëmin tënd, do t'i japësh liri në botën reale dhe këtë gjë ai e inkurajon, thotë është një nga faktorët pse Brezi Z është i depresuar, por thotë rrjetet sociale si aplikacione, si platforma, si akses nuk duhet fëmijët nuk duhet të kenë akses deri në moshën 16 vjeçare dhe ai inkurajon që kjo gjë të bëhet me ligj. Tash e bën dot Shqipëria vetëm? Vetëm Shqipëria jo, por Komisioni Evropian ka ngritur një grup hetimor për këtë gjë. Nuk po të për Zvicrën, si ja bën Zvicra, se di që atje është vetë. Jo, nuk është problemi zgjidhur, edhe në Zvicër. Dhe në Zvicër unë pres që të ketë referendum së shpejti. Referendum për këtë? Po. Australia bëri ligjin, do e fillojnë 2026-ën. Unë pres që të ketë referendum në Zvicër, se Zvicra bën referendum për çdo gjë. Edhe për një pemë do pritet apo jo? Bravo. Me siguri është ngritur me shumë forcë. Ky libër ka dalë 2 herë në lajmet qendrore në Zvicrën franceze ku jetoj unë, 2 herë kur doli sepse u bë fenomen dhe është ngritur si çështje debati. Në shkollat publike telefonat janë ndaluar absolutisht dhe nuk janë ndaluar me ligj, po janë ndaluar vërtet. Pra, Imbir nuk ka telefon, ka një orë të lidhur fare banale që cilën unë e marr në telefon dhe mund ta shoh me GPS dhe atë orë ai nuk mund ta ketë të ndezur në çastin që futet në oborrin e shkollës e derisa del. Dhe disa nga shkollat private zviceriane më të mëdha që kanë goxha emër, që janë shkolla historike, i kanë ndaluar telefonat jo vetëm për fëmijët, por edhe për drejtorit. Reagimet me që ka një muaj që ka dalë, ka pasur më shumë lexues se dasmorët si kanë qenë? Dasmorët ka 3 ditë që ka dalë, kështu që është herë. Nuk isha falë ta kisha me njerëz sapo doli nga printimi. Ky libër është ka të rriqur shumë dhe po shet shumë dhe është goxha i të rriqur sepse thash e dija që do i fliste
Do i fliste shqiptarëve sepse nuk besoj se janë ndryshëm nga çfarë ka ndodhur në përbot dhe është një libër që është kthyer fenomen, është kthyer vërtet fenomen. Loret, nëntor kemi panahirë. Po. Okej, këto do jenë, padyshim nuk janë vetëm këto, por këto do kemi botime të tjera përpara panahirit apo e mbyllim me dasmor? Jo, para panahirit nuk besoj.